Pra, vënd që. Po kapim 3 mandate. U bë ndërhyrje në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Reaguan profesionistët. Qëndrimi ishte, flisni ju se ne vazhdojmë punën tonë. Dolën problemet që dolën. Pra, folën profesionistët. Nuk u thirrën asnjëherë për të dëgjuar se si duhen zgjidhur. Ndodhen gjithë ato që paralajmëruan profesionistët. Më fal. U bë ndërhyrja në farmacinë spitalore që duhet të ishte shërbim spitalor, që realisht është vetëm një magazinë spitalore. Vazhduan punën e tyre, ndonë se profesionistët thonin nuk është kjo forma, nuk duhet kështu. U ndërtua godina e re e QSUT-s. Nuk u pyet asnjë profesionist, po nuk u mor asnjë ekip konceptues i cili merrej qoftë me hotelerinë e spitalit, qoftë me organizimin e ambienteve të spitalit. Ndonse profesionistët thonin nuk na plotësohen standardet që duhen në këtë formë. Dhe çfarë, më fal, jo mbroj sa duash profesor. Kur vu generatori pyetën njëri? Prit pra një sekond. Çfarë do të thotë që në këtë vend profesionist ka? Profesionist që reagojnë ka, s'ka vesh për të dëgjuar zërin e tyre. Pra ndaj këta profesionist, moni bëni tabel, më falë të lutem, mos i bëni tabel qitje, të lutem, jo, ka thash, nuk thash, unë thash ka, po s'ka politik që ta dëgjoj, sepse këto janë politik bërje, nuk janë profesionist bërje, dhe ne çfarë bëjmë, më falë Erion, se di që ke minutazhin, çfarë bëjmë ne? Si bijem do të gomarit, hajti bijem samarit. Nuk i bijem do të atyre që bëjnë politikat dhe kanë buxhetin që duhet investuar në të mirë të komunitetit, dhe kujt i bijem ati profesionistit që, siç po e thot dhe Moza, sakrifikon të pranoj të rrinë ato kushte. Dhe pse? Sepse është lehtësisht i cënushëm. Dhe çfarë bën shteti ynë? Godet paralel dhe nxeh turmën, se shumë kollaj të nxesh turmën, dhe shteti përfiton shumë nga kjo nxehje turme, sepse ai mlef nuk vete shteti pushteti, sepse ai mlef nuk vete të godasi ata që duhet të marrin shkelmat, po vete dhe shkelmat i ha ai më i dopti dhe shpëtojnë të tërë. Profesor, të lutem. Se the që kam një gjë kundër. Jo, se më kujtua ajo. Qiko, ka bërë dhe punë mirë, po bëj një hotel për po si s'po e thot, si se përmëndë. Ja, e thot për djalën profesor Piro. Jo, profesor Piro, më falë vetëm një sekund. Prap me ju të media se kam. O, zoti madh. Ore, si nuk patët një pikë pyetje. Ne nuk kemi kapacitete spitalore, të lutem. Ka që mrekullueshme do t'i bini juve. Jo, të lutem. Një pyetje kam për ju të medias. Në një kohë që ne po e evidentojmë që kemi shtretër të pamjaftueshëm në QSUT, si është mundur që e keni mbyllur gojën dhe nuk keni një pyetje, një pikë pyetje? Jemi aksioner të hoteli. Po, profi. Kjo pra është. Dy gjëra që jam që... Po, se më pëlqeu.